Donald Trump ka qenë vazhdimisht në kërkim të aleatëve të rinj apo për forcimin e aleancave që dikur kanë qenë disi, le ta themi, të tendosura mes palëve dhe ka zgjedhur tashmë Poloninë që mund të jetë një epicentër apo një qendër e re misie mes presidentit amerikan dhe shtetit të Polonisë dhe për të fuqizuar edhe më tej prezencën amerikane dhe natyrisht për t'i dërguar edhe një mesazh qoftë Gjermanisë, qoftë edhe shteteve të tjera ku nën teksti pa diskutim që do të ishte nëse silleni mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të shpërbleheni qoftë nga ana ushtarake, ashtu edhe nga ana ekonomike. Megjithatë, duhet të presim dhe të shohim se çfarë do të prodhoj samiti i sotëm, pra do të kemi një deklaratë të përbashkët të firmosur nga ministrat e jashtëm të 32 vendeve anëtare të NATO-s, do të vendosen piketa apo synime për të arritur deri në samitin e Ankaras që pritet të mbahet këtë vjesht dhe më pas të shohim dhe se si do të ndërmerren edhe masat e tjera sa i përket çështjeve më të nxehta që shqetësojnë jo vetëm NATO-n por edhe gjithë globin, që janë edhe zhbllokimi i ngushticës së Hormuzit dhe arritja e paqes mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit dhe gjithashtu edhe më pas që të avancohet edhe më tej ai plani i paqes apo edhe projekti dhe ndërmjetësimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për një zgjidhje paqësore tashmë mes Ukrainës dhe Rusisë, ku në atë lojë dhe ka hyrë tashmë pa diskutim edhe Kina, pasi edhe u bë epicentër pak ditë më parë e vizitave qoftë nga presidenti amerikan Donald Trump, që u pasua më pas nga edhe lideri i Rusisë Vladimir Putin, dhe natyrisht që Ukraina ka qenë një prej temave kryesore përpos edhe luftës në Iran. Dhe për të përmendur luftën në Iran, raportimet më të fundit që na vijnë të paktën nga media qoftë brenda Teheranit apo edhe media të ndërkombëtare, thuhet që shumë shpejt në orët në vijim mund të kemi një draft propozim për marrëveshjen për paqe mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, dhe shpresojmë që tymi i bardhë më në fund të dalë dhe të mos jetë tymi atyre bombave që kanë terrorizuar jo vetëm gjithë rajonin e lindjes së mesme, por gjitha edhe Teherani, dhe tashmë edhe liderët edhe gjithë negociatorët të bien dakord që tashmë të ketë paqe mes dy vendeve.